Kapitulli 9. Ndërsa po ecte, Jezu i pa një njeri që kishte lindur i verbër. Dishepujt e pyetën: Mësues, kush ka mëkatuar që ai ka lindur i verbër, ai vet apo prindrit e tij? Jezu i u përgjigj: Nuk kanë mëkatuar as ai as prindrit e tij, por ka lindur i verbër që në të shfaqen veprat e Perëndis. Sa është ditë duhet të bëjmë veprat e atij që më dërgoi. Po vjen nata kur askush nuk mund të veproj. Për sa kohë të jem në botë, jam drita e botës. Si tha këto, Jezu i pështyu në tokë, bëri balt me pështym dhe ja leu sytë me balt të verbrit. Pastaj i tha: Shko dhe lahu te pishina e Siloamit, që do të thot i dërguari. Ai shkoi, u la dhe kur u kthye, shikonte. Atëherë fqinjët dhe ata që më përpara e kishin parë duke lypur, thoshin: A nuk është ky ai që rrinte ulur dhe lypte? Disa thoshin: Ai është. Ndërsa të tjerë: Jo, nuk është ai, por i ngjan. Ndërsa i vetë thoshte: Unë jam. Atëherë ata e pyetën: Si tu hapën syt? Ai u përgjigj: Njeriu që quhet Jezu bëri balt, mi leu syt dhe më tha: Shko te pishina Siloamit dhe lau. Unë shkova, u lava dhe pash. Ata e pyetën: Ku është ai njeri? Ai u përgjigj: Nuk e di. Atëherë atë që kishte qenë dikur i verbër e quante farisejt. Atë ditë që Jezu i bëri baltën dhe hapi sytë të verbrit, ishte e shtunë. Farisejt e pyetën përsëri se si e fitoi dritën e syve. Ai u tha: Më vuri balt mbi sy, u lava dhe tani shoh. Disa nga farisejt thoshin: Ky njeri nuk është nga Perëndia, sepse nuk e respekton të shtunën. Disa të tjerë thoshin: Si mund të bëjmë mrekulli të tilla një njeri mëkatar? Dhe u përçan mes tyre. Ata e pyetën përsëri të verbrin: Ti çfarë thua për atë që ti hapi syt? Ai u tha: Është profet. Por derisa thirrën prindrit e tij, judenjt nuk donin të besonin se ai kishte qenë i verbër dhe tani shihte. Pastaj i pyetën prindrit e tij: A është ky biri juaj për të cilin ju thoni se ka lindur i verbër? E si shih ka tani? Prindrit e tij u përgjigjen: E dim se ky është biri ynë dhe se ka lindur i verbër. Por nuk e dim se si shet tani, as se kush ja hapi syt. Pyetini vet. Ai e ka moshën për të folur për veten e tij. Prindrit e tij i thanë këto sepse kishin frikë nga judenjt, të cilët kishin vendosur të përjashtonin nga sinagoga çdo që do të rrëfente se Jezui është Krishti. Prandaj edhe prindrit e tij thanë: Ai ka moshën, pyeteni vet. Atëherë thirrën përsëri njeriu që kishte qenë i verbër dhe i thanë: Jepi lavdi Perëndis. Ne dim se ai njeri është mëkatar. Ai u përgjigj: Në është mëkatar apo jo, nuk e di. Një gjë di, që isha i verbër dhe tani shoh. Ata e pyetën: Çfarë të bëri? Si ti hapi syt? Ai u përgjigj: Ju a thash një herë dhe nuk më dëgjuat. Përse doni ta dëgjoni përsëri? Mos doni të bëni edhe ju dishepujt të tij? Ata e fyen dhe i thanë: Ti je dishepull i tij, ndërsa ne jemi dishepujt të Mojsiut. Ne e dim se Perëndia i ka folur Mojsiut, ndërsa për atë nuk e dim as nga është. Ai u përgjigj: Është për tu habitur. Ju nuk e dini nga është e megjithatë ai mi hapi syt. E dim se Perëndia nuk i dëgjon mëkatarët, por dëgjon atë që respektojnë dhe që bën vullnetin e tij. Nuk është dëgjuar kurrë që dikush të ketë hapur sytë e dikujt që ka lindur i verbër. Nëse ai nuk do të ishte nga Perëndia, nuk do të mund të bënte asgjë. Ata i thanë: Ti ke lindur i tëri në mëkate dhe do që të na mësosh ne? Dhe e nxorën jashtë. Kur Jezu i mori vesh se e kishin nxjerrë jashtë, e gjeti dhe i tha: A beson ti në birin e njeriut? Ai u përgjigj: Kush është Zotri që të besoj në të? Jezu i tha: Ti e ke parë, është ai që po flet me ty. Besoj, o Zot. I tha ai dhe ra në gjunjë para tij. Pastaj Jezu i tha: Unë kam ardhur për të bërë gjyq në këtë botë,
që të shohin ata që nuk shohin, dhe të verbohen ata që shohin. Disa nga farisejnë që ishin me të, kur dëgjuan këto fjalë, i thanë: A mos jemi dhe ne të verbër? Jezui u tha: Po të ishit të verbër nuk do të kishit mëkat. Por tani thoni se shihni, prandaj mëkati juaj mbetet.